Partia Demokratike po zhvillon këtë të shtunë procesin e votimit për zgjedhjen e kryetarit të saj. Në të gjithë vendin janë hapur qendrat e votimit për mbi 51.000 anëtar demokratë me të drejtë vote, të cilët do të shprehen nëse mbështesin vijimin e drejtimit të partisë nga Sali Berisha. Në këtë garë, Berisha është kandidati vetëm, ndërsa procesi po konsiderohet si një votbësim politik brenda Partisë Demokratike për lidershipin e tij. Të gjithë demokratët dhe demokratët që kanë votuar deri tani në mbar Shqipërinë në një proces shembullor, në një proces në të cilin në mënyrën më demokratike, referendare i shprehin besimin ose shprehin vullnetin e tyre për kryetarin apo dhe kundër tij. Thirrjet për bojkot të kandidatëve të cilët u përjashtuan nga gara nuk i ndaluan votimet në Partinë Demokratike. Unë besoj se përplitjet e një përfaqësuesi të botës krimit nuk mundet me asgjë të përlyejnë këtë proces në demokrat në Shqipëri. Përfaqësuesit të botës krimit nuk kanë dhe nuk do kenë kur vend në këtë parti. Ndarja jonë me botën e krimit është ndarje për jetë e vdekje. Kjo është zgjidhje përfundimtare e jona. Askush dhe asnjëri nuk mund të mendoj se të konsideroj fuqi në këtë parti fuqinë e krimit. Jo, zero. Sipas kryetarit së Komisionit të Organizimit dhe Kontrolleve të Operacioneve Elektorale, Albana Vokshi, pjesëmarrja në votime ka qenë e konsiderueshme. Procesi i votimit nisi në orën 08 në të gjithë degët e partisë dhe do të përfundojnë në orën 18. Menjëherë pas mbylljes së qendrave të votimit do të nisë numërimi i fletëve, ndërsa rezultatet priten të publikohen pas përfundimit të procesit në të gjithë vendin. Zgjedhja e kryetarit i paraprin dhe mbajtjes së kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike në 30 maj, ku pritet të diskutohen ndryshime dhe riorganizimi i strukturave drejtuese të partisë.